dy gjëra themelore. Në programin ton, vlerë kryesore dhe sublime është familja. Është digniteti, është vendi. Familja shqiptare njohu këto vite. Do të thosha dram të vërtet në dy aspekte. E para nga varfëria, sot të paktën një në dy familje shqiptare nuk i kanë njerëz të tyre në sofër, po i kanë jashtë vendi. Dhe i kanë jashtë vendi sepse s'kishte mundësi të jetonin me ato që mirnin. Së dyti, Edi Rama futi në shkolla në tekste mësimet e shkatrimit familjes. Në Tiranë, në kopshte, filluan të thonë fëmijëve mos thoni nën dhe baba, por prindi 1 dhe prindi 2. Janë të vërteta. Në parlament, sollën ligjin, po e bllokuam, të krijimit të fermave për të lindur gratë fëmijë të askujt. Këta shkuan jashtë çdo lloj kufiri në shpërbërjen. Shikoni çfarë bën tani. Shikoni çfarë bën. Bën fushat vetëm me zonja dhe zonjushe që i merr me detyrim se janë punojse, janë nënpunëse. I merr. Dhe cila është biseda e tij? Se ju jeni më të mira se burrat i keni çyryk, se po t'ikni ju 1 muaj, i gjeni burrat me bisht, një fjalor ordineri, një fjalor i njeriu hokatar banal, i cili bën gjithçka për të hequr vëmendjen, faktin se ato nëna, motra, gra i kanë gjysmë në familjes të larguar jashtë vendit, për të hequr vëmendjen djetha, i shkau. 75% e forcës punëtore në Shqipëri janë gra. Po pse për këtë ky që nga emancipim? Ky është shfrytëzim, mor zotëri. Ky është shfrytëzim. 75%, po aty pse janë gra 75%? Se s'ka burra, kanë ik burrat. Ky është gjithë problemi, a më thonë. Edhe ky rraf gjoksin. Po, kombi ka simetri. Dhe kur janë sa burra dhe gra, se nuk janë gratë në punë dhe burrat po bëjnë punë të shtëpisë. Jo, nuk është e vërtet. Burrat po bëjnë punë të bocës në dhëna tjera. Edhe ky rrif të gjoksin. Ja thoshte, ne jemi vendi me 75% gra të forcës punës. Cila grua në botë do të donte një raport të tillë në vend e vet? Çfarë është kjo, më tha apo jo? Por çdo nën, çdo grua, çdo motër ka një rast të artë me 11 maj për t'i dhënë ndërshkimin këtij armiku të familjes, këtij njeriu që s'ka vlera. E tha bukur. 10.000 euro për lavazh makine, ajo zonja, që vetëm njeris, çfarë mund t'i thuash? Dhe ku? Tek lavazhi i mamas së ministrit të brendshëm. Tek lavazhi, mamaja 70 sa vjeç, me sipërmarrje në emër, ajo është e djalit e ministrit, dhe ministrja, kryeministja, çon makinë dhe e lanë. Këta janë hajdut ordiner që nuk ndalen, aq sa vjedhin 130 milion, aq duan të vjedhin edhe 10 milion, edhe 3 milion, edhe 1 milion. Po si mundet? Dhe të smurt në spitalin onkologjik pa ilaçe. Smurve u bie telefoni, këto 2 muaj nuk keni ilaçe. Smurve u bie telefoni, këte muaj nuk punojnë aparaturat, mos hajti. Rrinin në mshirë të smundjes, dhe kuptojnë çfarë smundje. Se do laj kjo,
makinën me 10.000 euro, se do pja i tjetërish verën me 33.000 euro, se do vidhen 130 milion, 812.000 pensione baj 130 milion euro. Ndaj dhe 11 maj është dita në të cilën çdo qytetar do të bëj drejtësi për vetë e vetë me votën e tij. Ju falenderoj. Vetëm një ndërhyrje. Doktor, përshëndetje, me se na erdhën. Një problem madhor i kësaj zone këtu është sistemi i kanalizimeve të ujrave të zeza dhe ujrave të bardha, që është realisht një problem. Dhe sistemi i vaditjes për serat, fermerët vjen në sezoni i dytë dhe vojnë shumë te kjo pjesë. Duhet ndërhyrje urgjente. Tani, Faleminderit. e para, thash, projekti ynë është çdo fshat me infrastrukturë lagje në qytetit. Çka do të thotë kanalizime, të ujrave të bardha, të zeza, ujësjellsi dhe energjia elektrike, rrugët të njëjta me një lagje qyteti. Dhe u garantoj se kjo do realizohet. Aq sa duket. Po unë jap ju fjalën derit se kjo do bëhet. Po ne nuk ndërtojmë rrugë me çmimet 10 fishtat krahasuar me çmimet që ndërton Europa. Shqiptarët do vi dita ta marrin vesh se çfarë vjedhjesh të tmerrshme kanë bërë këta parave të tyre. Kurse për vaditjen, projekti ynë është çdo vit 70 milion euro investime për vaditjen, kullimin dhe mbrojtjen e tokës. Rezervuari Goriçanit do vihet në funksion, ju garantoj, me përparësi absolute. A e dini ju? Shkoni këta që vinë bëjnë fushat të kju, këta çfarë janë këta? Aty duhen vetëm 150.000 euro panele diellore që të punoj i gjithë sistemi dhe ju të vadisi. Dhe për 150.000 euro lanë thasirën këtu. 35 fshatrave në Vlorë shkojnë t'ja u marrin lumin, t'i shtojnë në shkretir. Nuk kanë këta asnjë sens për fshatin. Po unë ju siguroj se tek Partia Demokratike keni aleatin më të mirë dhe do ndryshohet me shpejtësi gjendja në fshatin shqiptar. Jo, e ka dha, jepja pak ati zotërisht. Po, hajde, urdhro. Pa tjetër. Përshëndetje, miserdhe doktor profesor Sali Berisha. Tani unë jam në zonën e Dimalit, në fshatin Banajt. Në kohën e Enver Hoxhës, se po i zë dhe emrin, ka qenë një kanal qush me emrin Berat Urekuqit, 17 km i gjatë. Në kohën e ishte me dhe. Në 2002 ky kanal është bërë me beton, edhe sot e kësaj dita i kanal nuk sjell një pik ujë. I riparot njërë 4-5 vjet me 300 milion euro. Ku u gjenë këto lekë që i riparot e ne zvadisim. Po rritër ditën e ditës, kemi shpor një çpim të vogël, thatë pusi ri atje, grumullon, ne s'po më prap. Ne torturojmë i zoti profesor doktor Sali Berisha. Tani, ku gjenë to 300 milion euro në 12 prill të 2022 është riparo ky kanal. Qa benin, prishtin bakinën me varre edhe hidhin qik çmendo të re që të justifikosh puna. Beni ura, kot e ura. Tani, i vemi janë kojmi në bashki, kjo uj, e di me qa vjen, zoti profesor doktor, vjen nga Berati, zje diga dhe hynë në kanal, pas një loj energjie. Ere zje diga dhe vjen, ujti është për natë për fshatat, nga Lapardhaja, nga Morava, në Vajgurore, në Qiflik, në Arrës, në Banajt, në Shejt, në Gajt, në Syzes. Që sa fshatëra vadisin, me atë kanal, është kanal i vdekur. Ki veteran kosh, ata të bëjnë presion. Janë zen, janë berë këshu, u mushën këshu, po do gjithë të fond. Po mire kanalet janë, pse së bëjnë kanalet? Kur kanalet me beton?
Prandaj zoti profesor doktor Sali Berisha, unë kam besimin që këtë kanal në 12 maj ti do ta shikosh atë Beratexin, na i pisha të ujtin deri në Urkuçit. Absolutisht po. Suksese doktor. Ja fjalën po. Faleminderit po. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe ju. Ta mbyllim doktor? Ta mbyllim? Po. Ta mbyllim. Faleminderit shumë për prezencën tuaj sot. E di që kërkesat janë, por jemi në fushat dhe kemi të tjera. Falenderojmë doktor Berishën për prezencën e tij, edhe zonjën Maseti.